Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, unë e di që ju jeni kureshtar shumë të dini për Gjestin dhe do të ndaj një video që në fakt më erdhi në Facebookun tim zyrtar nga një djalë i quajtur Altin që ma solli këtë video dhe thash ta ndaj me ju së bashku, t'ju gëzoj të gjithëve të shikoni pak Gjestin përtej Instagramit. Gjesti duket që po ndërton një jetë fantastike, do me thënë natën e finales kur Ledion Liço premtoi të gjithë banorëve, në fakt të 4 finalistëve, që do të keni nga një makinë dhuratë për 1 muaj, jo për gjithë jetën, nga kompania e cila bënte sponsorimet Bulli Momo. Gjesti po e shjon pafund udhëtimin dhe i zën nga fansat të tij. Ai është regjistruar me një video dhe e kanë publikuar duke ua bërë Gjesti me dorë. Domethënë Gjesti duket shumë energjik, shumë pozitiv dhe shumë i lumtur. Në makinën e tij ka dikush, domethënë Gjesti nuk është vetëm, pasqyra e personit tjetër në karigen tjetër, domethënë të makinës është e hapur, në kupton që ka njeri, nuk është regjistruar mirë, domethënë nuk është kapur mirë videoja se me kë është, por gjithsesi Gjesti duket që është shumë i gëzuar dhe shumë i lumtur dhe mendova që këtë gëzim ta ndaj me ju së bashku.